si shqetësuar përgjigjet I kanë aty. Dhe me qenë se unë jam marrë direkt me hartimin e atij vendimin lidhje me komisionin, duhet bëj dy sqarime. E para, të gjitha partitë janë të përfaqësuar aty. Çështja e votës është çështje irrelevante për një arsye se ky komision, si komision sui generis, dhe nuk ka një lloj të tillë në Parlamentin shqiptar, votën e ka të barazleshme me veton e bashkëkryetarit. Veton dhe votën praktikisht e kanë dy forcat e mëdha. Kjo është e vërteta. Një, do të thotë të gjitha partitë kanë të drejtë të kenë antar aty, edhe partitë që folën më parë kanë të drejtë të kenë antar të bëjnë propozime njësoj si gjithë të tjerët. Është e pamundur të akomodosh të gjithë partitë tek opozita, se janë 13-14 parti opozitare, do të thotë që komisioni do ishte një tren që s'do mbaronte kur, pra do ishte pamundur funksiononte, dhe çdo antar I çdo partie ka të njëjtat drejta, ka drejt propozoj projekt ligj, ka drejt të dëgjohet, ka drejt flasë, ka çdo drejt si çdo parti tjetër aty. Vendimet merren me vetën e bashkëkryetarëve. Tash kjo është tradita dhe nuk është era parë që bëhet kështu. Kur ka pas shumë parti dhe në vitin 2017 është zgjedhur një threshold, sepse është e pamundur të përfaqësosh gjitha në komision, qoftë se duam komision funksional, pastaj marrin gjithë parlamentin. Hajde funksionon parlamenti si komision, meqense janë gjithë përfaqësuar këtu. Kështu që më vjen keq që hidhen insinuata të tilla, më vjen keq që gjithmonë partitë e vogla tentojnë të demaskojnë apo ta gjejnë fajin tek sistemi, duke harruar që vetë janë produkte atij sistemi. Pra kush ka vota, nxjerr mandate. Kështu që mos e paragjykoni punën e komisionit. Ky s'ka mandat të ndryshojë kushtetutën, qofse ky patjetër do të ketë një dakordsi të gjitha forcave politike dhe një majorancë kushtetuese, kjo është një çështje që I mbetet kohës. Po gjithçka do të jetë transparente me prezencën e OSBE-Dirit dhe të gjitha partitë kanë qenë të konsultuara. Madje u ndryshua objekti për të reflektuar edhe partitë e vogla, për ta sqaruar publikun, komisioni ishte balancuar, të gjitha partitë janë përfaqësuar aty, dy partitë tjera që nuk kanë mundësi të kenë antar, thjesht quhet antar, kanë të drejtën të marrin pjesë, propozojnë projekt ligje, të jenë pjesë e diskutimit dhe gjithçka është transparente dhe janë të përfshira në këtë proces. Kështu që besoj që debati është I kot, unë e kuptoj që do të bëhet diferenca se kujtohet sikur ka një diversion, por e vërteta është të gjithë janë përfaqësuar, le të fillojmë punë, do kemi mundësi ta dëgjojmë njëri tjetrin aty.